Pastron mushkrit dhe largon kollën. Receta me mjaltë dhe qep do ju shëroj brenda ditës. Përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë janë 2 deri në 3 lugë gjelle mjaltë natyral dhe një qep. Zgjidhni një qep mesatare që të mos jetë vrarë. Qërojeni dhe priteni qepën nga lart poshtë, por jo deri në fund. Vendoseni qepën e prerë në këtë mënyrë në një tas të thellë dhe hidhni mjaltë mbi të. Mbulojeni tasin me tabaka dhe lëreni të rrinë në temperaturën e dhomës gjatë gjithë natës. Në mëngjes kullojeni përzierjen përmes një kullese ose garze të trashë. Kjo është doza që duhet të merret për një ditë. Konsumoni çdo 2 orë një lugë nga ky shurup, por nëse mundet ta pini atë edhe më shpesh. Në një periudhë të shkurtër kohe, kolla do të largohet dhe frymëmarrja juaj do të jetë shumë herë më e lehtë.